Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për ngjarjen e rëndë që është shënuar javën e kaluar. Pasi festuan në Bajramin, dy partner, një grua 36 vjeçare dilendoi nga Balldrani i Lezhës, është gjetur e djegur në banesën e saj, por fillimisht ajo është dënuar nga 46 vjeçari nga partneri i saj, Bashkim Gashi me origjinë nga Kosova. E gjithë ky lajm tronditës ka shqetësuar opinionin publik, pasi një tjetër emër dhe një tjetër grua i shtohet statistikave së fundmi të vrasjes së grave dhe vajzave në Shqipëri. Familjarët e dilendojit kanë thyer heshtjen për të folur ekskluzivisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të dhënë detaje të kësaj ngjarje që ka tronditur opinionin publik në Shqipëri, por në Malë të Zi dhe në Kosovë. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me të ftuarën e ditës, por edhe me zërin e familjarëve të viktimës. Një 36 vjeçare nga Lezhë u vran nga bashkëjetuesi i saj në Ulqin, i cili më pas i vuri flakën banesës ku jetonin. Krimi makabër ndodhi në fshatin Kodër të Ulqinit dhe mësohet se autori i dyshuar Bashkim Gashi nga Kosova u vu në pranga pas ngjarjes nga policia malazeze. Autoritetet e shtetit fqinj u njoftuan mesnatën e së mërkurës se në një banesë kishte rënë zjarr dhe gjatë ndërhyrjes nga forcat zjarrfikse u gjet trupi i pajetit 36 vjeçares Dilandoj. Sipas dyshimeve paraprake të hetuesve, autori i dyshuar fillimisht ka kryer vrasje dhe më pas i ka vënë zjarrin shtëpisë për të fshehur gjurmët e krimit. Po ashtu, edhe vet 46 vjeçari Bashkim Gashi ka pësuar djegje të pjesshme, por është jashtë rrezikut për jetën. Trupi 36 vjeçares nga Balldrani i Lezhës është transportuar në qendrën klinike të Malit të Zi për ekzaminim mjekoligjor, ku autopsia do të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes. Mbas kësaj kronike të detajuar, rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur përpara se të dëgjojmë edhe familjaren e dilendojit, e cila në një bisedë telefonike me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur me mua personalisht ka treguar detaje tronditse të jetës së dilendojit, të familjes së saj, por edhe se si e mësoi të vërtetën familja e dilendojit rrajen fillimisht nga partneri 46 vjeçar Bashkim Gashi dhe më pas tentimin për djegjen e trupit të 36 vjeçares, djegjen e banesës nga ku ka marrë plag edhe ky i fundit. Me mua në studio do të jetë Sara Demrozi, avokatja jon. Përshëndetje Sara, mirë se erdha. Përshëndetje Vis. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, me themelues edhe të gjykatës së arbitrazhit, zotin Due Pietra. Së fundmi, edhe një herë muaj maj i këtij viti me një statistik më tepër me një grua e cila fillimisht dhunohet dhe më pas vritet, tentohet të digjet trupi i saj në banesë. Ne do dëgjojmë edhe detaje shumë tronditse të familjes së dilendojit, nuk do ta specifikojmë se kush është familjarja që na ka treguar disa detaje. Ajo thotë përpara se të vinte lajmi fillimisht nga policia shqiptare për ekzekutimin e familjares tonë, vetëm 5 orë më parë, unë kam folur dhe ditën e mërkur, çifti në fjalë ka festuar festën e Kurban Bajramit dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur midis çiftit, por kohët e fundit teksa ne kërkonim si familjar të kurorzonim gjithçka në këtë 1 vit e gjysmë, 2 vite gjysmë që ata kishin njohje dhe bashkëtesë me njëri tjetrin, ka qenë vetë ndjera e cila ka thënë jo, prisni, asgjë nuk do kurorzohet, se me sa duket kishin filluar edhe problemet e para në çift. Por çfarë ka bërë 46 vjeçarin që nga Peja të jetonte në Ulqin, kush ishte puna e tij, kush ishte dilendoi, problemet e saj familjare, pse ajo së fundmi kërkonte të rikthehej nga Ulqini dhe nga puna prej 2 vite e gjysmë në këtë vend drejt të Lezhës, të gjitha këto do t'i mësojmë vetëm pas pak. Nuk e di, ti teksa e dëgjove lajmin se dua të flas pak edhe në aspektin dhe të dilni nga ajo korniza e profesionistit dhe të flisni pak edhe në aspektin tuaj personal. Por edhe ti Sar, si vajzë edhe si grua në Shqipëri, por dhe si profesionistëve, po shikon që kohët e fundit kemi shtim të statistikave të vrasjes së grave dhe vajzave në Shqipëri? Kemi përritët shumë feminicideve në Shqipëri.
Dhe fatkeqësisht me ndryshimin e kohrave, me pavarësinë e femrave dhe grave shqiptare, kjo vjen me pasojë mos pranimin nga ana e meshkujve të pavarësisë. Pra, jam shumë e bindur që rasti i Dilës nuk do jetë as rasti i fundit, nuk është as rasti i parë, sepse para disa javësh diskutuam edhe rastin e Gjoana Nikollit, që sapo ishte ndar nga burri, kishte ardhur në Tiranë dhe ndodhi çfarë ndodhi. Fatkeqësisht gruaja ka ekzistuar gjithmonë në kuadër të një roli, pra rolin e bijës së dikujt, pastaj rolin e gruas së dikujt, pastaj rolin e mamas së dikujt. Për femrat është shumë e vështirë të ekzistojnë thjesht si grua, thjesht si femër, sidomos sepse në vendin tonë nuk pranohet nga ana tjetër, nga pala tjetër, duke qenë se akoma po integrohemi në atë mentalitetin evropian modern që një grua mund të jetë e pavarur dhe një grua mund të jetë e fortë edhe kur ekziston fjala jo, ekziston limiti me çdo person. Fatkeqësisht, ky rasti unë për mendimin tim është një rast makabër, sepse jo vetëm kemi pas dhunën ndaj Dilës, por edhe mfshehjen e provave, edhe mundimin me mfsheh çfarë ka ndodhur duke djegur banesën. Pra, kjo është nuk është vetëm një vrasje pasionale e momentit, edhe fakti që sapo përmendet, pastaj do ta dëgjojmë edhe me vëmendje detajet, që mos finalizoni, akoma nuk kam e kurorzuar gjë. Pra, edhe ajo e parandjente vetë që nuk po shkonte mirë lidhja. Duke qenë se jemi gjithmonë në këto kushte ku një femër... Prisë jam e sigurt, një nga fjalit, por do ta shikojmë të detajuar. Po, edhe kjo, fjala nuk jam e sigurt, është thjesht se e parapune ka parë se e treguar personin natyrën e vetë dhe e ka kuptuar që mund të ndodhi në rrezik. Edhe kjo, fjala jam e sigurt, një mos pranim, një limit që ka vendosur një grua, rezultati është vdekja. Megjithatë ka ndryshuar format e jetesës në çift, e krijimit të një familje, një bashkëjetese. Ka ndryshuar shumë. Por ti thua që në kulturën dhe në mentalitetin shqiptar, fjala jo është pikërisht ajo tabuja që thyen gjithçka dhe çon në për masa të tilla, në dhunë dhe në vrasjen e grave dhe vajzave. Tamam, nuk mund t'i bëjmë dot të gjithë personat të dhunues apo agresiv. Pra, kjo varet gjithmonë në roli gruas edhe i vajzës në shoqëri. Patjetër, nuk mund të themi që gjithë burrat janë dhunues, sepse nuk është absolutisht e vërtet. Por ama kemi shumë raste të tilla ku shumë burra nuk e pranojnë dot pavarësinë e një gruaje. Ne nuk e dim detajet e Dilës se si ka qenë jetesa e saj, do t'i mësojmë për pak, por me sa po shohim në përgjithësi, këto janë rezultatet. Pra, në përgjithësi e shohim gjithmonë nga një vendim, nga një mospranim, nga një vendim për të iniciuar një jetë, për të qenë e pavarur, vjen gjithmonë kjo pengesa nga ana e një burri, nga ana e babait, nga ana e bashkëshortit, nga ana e dikujt tjetër që nuk do e sheh gruan si pronë edhe nuk do t'i japi lirinë e vetë. Ti përmende Sara në fakt edhe Gjoana Nikollin, e kemi pasur ekskluzivisht direkt pas vrasjes saj me fotoksin një vendim që ajo e mori vetë dhe hetimet po vijojnë, ndërkohë që Eraldo Fizi, partneri i saj ish bashkëshorti, është ende në kërkim dhe nuk e kemi përpara uniformave dhe togave të zeza për të marrë ndëshkimin e merituar, të lokalizohet se ku ndodhet, sepse dhe ai kishte ardhur nga Mali i Zi, të paktën intervista e babait për redaksinë e emisionit Me zemër të hapur ka qenë 24 orë pas varimit të Gjoanës, por unë po të kthej në vëmendje duke qenë se ti ke studiuar dhe jetuar për një kohë të gjatë në Itali, edhe rastin e Ilaria Sulës, të cilën edhe atë për një vjetorin e vdekjes së saj, prindrit kanë dhënë detaje për herë të parë në një media shqiptare për emisionin Me zemër të hapur, dhe aty duhet të flasim pak edhe për Mark Samson, partnerin e saj, të dashurin e saj, edhe ajo i kishte dhënë fund një lidhje, po kështu është tentuar ndoshta edhe nga Dile ndoi, a është me të vërtet arritja e një gruaje kur gruan e njeh në karrierë, e njeh që ajo është e pavarur, që ajo punon dhe ja del vetëm ban dhe ti kërkon ta bësh partnerin e jetës tënde, nënën e fëmijëve të tu, të kurorëzosh një lidhje dhe bëj paralelizmin me kulturën asaj çfarë ka ndodhur në Itali, por çfarë ka ndodhur edhe së fundmi në Malin e Zi, pavarësisht se dy protagonistët, njëri vinte nga Kosova dhe tjetra vinte nga Shqipëria. Ndjekim se do ta analizojmë, se duhet shumë kujdes
me analizimin, do t'i marrim fjalë për fjalë, fjali për fjali, atë çfarë ka thënë familjarja e Dilendojit për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur në një bashkëbisedim me mua personalisht. E ndjekim. Unë jam Elisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24, folëm edhe para 2 ditësh bashkë. Do donim të dinim diçka më tepër në lidhje me vdekjen dhe me situatën që çoi deri në vdekjen e Dilës. Po ta tham dashin që zohin të mos. Ne dim vetëm kaq se ajo ka bashkëtu ka 2 vjet e pak, gati 2 vjet e gjys. Po. Për 2 vjet e gjys nuk na është anku absolutisht për ta. Po. Ka gati 1 muj që mu si kunat. Unë kam pas si motër, jo si kunat, pas si motër. Sepse ajo nanën e ka me probleme shnetit mendor, se u ka pa vdek I vllon korrent. Po. E ka pa kalu nana vetë me probleme shnetit mendor, nga vdekja e djalit. Po. Ka tash 1 muj se më ka ma shpre, se ne kemi desht me I ba dasëm, me më përgadit me I ba edhe fejes e dasëm. Po. Por ka gati 1 muj e gjys, që më ka thënë, jo, nuk du të gutem, sepse nuk më shkon ma, sepse tash më kitë mosh, me gabu nuk më falet. Po. Se ka kuptu do sjellje jo të mira tjetë, e du me pasa, du me ne edhe pak, kështu si që jemi, nuk du me bo matë madhe. E kuptoj. Edhe, I thash, okej, në qo se nuk ja vlen, lene. Po. Edhe hajde se të majon në shtëpi, mjesa të largohesh prej tij. Po. Nuk pranoj se I vitet tur prej vllajt. Nuk pranoj sepse ne kemi, ne ana veriut e kemi këtë. Po. Këtë gjë që nuk na vjen tur jo për opinionit, jo për vllajt, jo për njëri tjetrit. Po. E kemi këtë. Po. Hala jetojmë atë mentalitetin e kohëve. Po. Prindërve tanë. Po. Edhe neti. Jo emisionet e këtij rasti se s'kemi hap televizor, se ne kemi pas 3 djesh, s'kemi pas të roni e të kujtoni. I ndjekim për gjithë kanë, na vjen keq për rastit që ndjekim, por që sot na e vjen rasti. E kuptoj. Edhe ka pas 3-4 ditë përpara që ai I ka shfaq ato probleme që se edhe e pa rrah. Ju njoftoj veten djera juve? Njoftoj vajza mu, unë fola rastisht me ta, me mora rastisht edhe më doli jo mirë, ju luta atë vjetë. Vjetë jem, në shoj, be jo, mos hajde, se do e zhjith vetë, por atë dite që ndarke ka vraj, I pa the, ka kënë mirë. Do më thanë, mu duk si kishin pas sheshur gjanat. Se nuk ma tregoja sa dite dhe arsyen se pse kanë bërë fjallë, por mas 2 ditë që pola përsëri me ta e pyeta si e ku je dhe kishim një problem tjetër sepse ajo ka I vllatë smurë në burg. Po. E isha ti tregu detajet se pse kisha shkuar kisha taku vllajën e isha ti tregu diçka. E më doli mirë. Nuk ishte keq, ishte mirë. Më falenderoj se unë e kam kalu mirë me ta, unë e kam pas tash si motër, jo si kunat. Po. Do më thanë, unë jam mërzik ma shumë se këtë familjarët e vetë për ta, se nga problemet që ka me familje ajo, ne kam pas një shpatull më shtetëse, e ajo më ka pas mu. E kuptoj. Se ato ka një halë shumë fort në familje, se një vlla ka me probleme, ka të që janë të narkotikve, e ka në burgë, nanën me probleme, në dore vlla tjetër ka në burgë dreqit. E kuptoj. Edhe Bob s'kan absolutisht as si tafrën. Kush ju lajmëroi për vrasjen? Pavarësisht se nesë na kanë pyeta si herë për për gjona, ajo ka qenë më e afruar me ne, ajo si vajzë. Ajo ka qenë një vajzë shumë e lartë. Po. Një vajzë që do I mungoje si fshatit këtu si gjithmonë ka pas. Juve kush ju lajmëroi për vrasjen? Si e morët vesh lajmin? Për vrasjen e saj, u thash, ka pas, mund tjetë pas 4 orë, 5 orë para që mi ndodhë, që I ka ndodhë, që unë kam folë me ta dhe s'kam kuptu absolutisht. Thjesht e kam kuptu si janë mirë, nishte të folë të qesh, absolutisht s'kishte as një lloj, me më thanë,
Edhe kanë dalë kanë testu me atë bashkëtuesin e saj, kanë dalë për Bajrame, kanë hangër në një lokal, kanë hangër darkë, ka fol me tjamën nëpërmjet telefonit komshis. Që jam absolutisht as një shkak, as kemi kuptu për atë natë. Për atë natë nuk absolutisht as një shkak. Mu më kanë marrë policia të nesmen, Lërën 4 gjysë mazditit, 4 qere, 4 vëstisës, asë se kam pa. Fiksuren, për të më thënë ka pas kalu ora 4 mazditit. Më kanë marrë, më kanë qu kartën e identitetit saj, edhe mu, jo burit, mu, sepse kishin, ku dion ku kishin gjithë numrin tim, edhe më ka thënë polici, më ka thënë polici zonës, më ka thënë futu e fshipe njëtë fotosit kam njësë në WhatsApp. Do të ashtë motra e burit Anja, jo, fute me shok, hynë në posh, po, thot, ngushlime, pra, thot se ka vdek, Bila ka vdek. Kam bërtit me të madhe se thash, shagjetu më darë fola me ta, si ka vdek. Po, thot, a vdek Banesa, thot, a vdek Banesa, a vdek e asë fiksu me Banesa. Ka që më ka thanë i policisë. Është e vërtet që e ka dhunuar për para se të djegi edhe Banesën? Kështu ka thënë ai, ne nuk kemi kontakt me asnjë si herë ne ikëm në Podgoricë, domethënë nga lajmi që morën, jam nisë te komisariati i Lerës, kam kontaktuar me policinë e zonës, më tha nuk ke çat bashkë në komisariat sepse kaq informacion kemi. A mota është në Podgoricë, është morë në Podgoricë. Qartë. Pse jetoni në Malë të Zi, qifti? Ajo kanë në Ulqin, thosh, që ka përfundu në Podgoricë, po kështu tha i kanë procedurat. Procedurat e veta, nuk e di. Jam nisë me burrin, kam shku në Podgoricë, jam interesu, kam shku, kam gjithë, taman, ne i themi këto në Shqipëri, mërga të i thoshin ndrysh atje, kemi bujt me gjithë, edhe kam shku aty, kam gjithë atë që ishte të morgu, na pyti se qa, në përmjet telefonata, në përmjet që s'ishta me komuniku, gjuhë mund të flasim anglisht në fjallë, flasim gjuhë të Europës, po atë gjuhë s'ishte se mund fliqë në gjamë me të, në telefon imi lidhë në përmjet djallit tonë, e folim me atat morgut, i thash kam marrë se kështu nga ka ardhir informacion. E thash nga një foto, i nëzura foton, po, tha, ashtë të në borg, tha, po, ashtë të vërtet. Ka hi burri e ka po, s'kishim që me po, normalisht, më isha, po ka hi burri e ka po, një të merë që mos e të shkuk zoti kuj, sepse, si të mos pa me aktyrë, s'ka qenë dhe kompozume totalisht, nuk ka pas që mi pa, ne nuk e kemi hapë si koptohëm fare. E kuptoj. Edhe, kash informacion, na kam thamë se, po edhe ka pranu. Si faj, por këto janë informacione jo zyrtare, sepse ne nuk kemi interesu se kemi tërhek kufomen, kemi ba procedurat me tërhek kufomen, edhe kemi tërhek kufomen, edhe kemi ba pulmonin mërtore në shpi teme, sa të s'kan pas nej me mund, kam 20 sa vjetë që jam ndame me të. Po, e kuptoj. Edhe kemi ba ceremonin mërtore, këto e kam tërhek, dhe më thënë e kam tërhek mrena 24 orëshit, e kam sjellë për... Po në Ulqin, pse jetoni në Ulqin? Autori është nga Kosova, po jo? Po, autori është nga Peja. Kështu më ka pas thënë ajo, nga Peja. Unë i kam edhe foto ati autorit. Po. Edhe se më ka pas një skunata, për më tregu se kjo është. E kuptoj. Ati, nga që me pretendosh ta për ma gjatë, më kam edhe foto në ati. E kuptoj. Edhe e di, më ka pas thënë se është nga Peja, por edhe ai ka probleme shumë të rënda familjare me këto problemet e drogave, bigjozave. E kuptoj. Po pse jetoni në Ulqin? Pse kjo zgjedhje nga Peja në Ulqin? Kunata ka 4 vjet, 5 vjet që jeton në Ulqin. Ka pas shku për punë. E kuptoj. Dhe si janë njohur? Aty janë njohur në Ulqin? Edhe janë njohur aty, ajo ka pas punu banakire, jo kamarire. Kamarire, ajo mund të ketë dalë munges kamarire se ka shërby, por ajo ka qenë banakire. Si të mine nuk di, mund të thot në ndrysh, por si e dim në kënej banakire, në banak. Dhe më thënë
përgatitjen me pije të këto, ka pasport. Edhe është një e ka po ky person, e ka ndjek një vjet, se çfarë sjellë shkollë, kurse ki nuk e di se si ka pas rrethanat atje në Kosovë, e se si ka ardhur. E kuptoj, qartë. Për të ka kenë punëtor kraut, ndërtim, pastrus, pallatesh, momente me pastrote, pasi u mbarote godina, i hite pastrimin e xhamave këto, pasi bat ki pastrimi total për me bë për banushëm pallate. E kuptoj. Ju keni folur ndonjëherë me këtë person? Jo, absolutisht, sepse ishte llogarit, me ardh gjatë kësaj veret, me ardh në shtëpi, edhe me bë tamam zyrtare. Po Dila e Ndjera ka folur me familjarët e autorit ndonjëherë? Ka shkuar në pej? Po, atje nuk ka shku, fol me to ka. E kuptoj. Kjo është bashkëtesa e parë që Dila bënte? Jo, para shumë vitesh ka qenë, para shumë vitesh. Por nuk me ata janë, ajo është gjë që s'e vlen me përmend, sepse ka mbi 10-15 vjet. Por nuk ka pas. Amo as ka pas fëmijë që kanë dalë lajë me tren, as ka kënë 7 zane. Unë 3 ditë para kam fol me ta. Bile mundësisht unë i kam pas tanë vën të kesh i fëmijë dilë, sepse ato të kalu mosha, i thoshëm se ata është 36 vjeçë, e që janë të linë të kënë ka 20, jo 36. A kupton mund si mi flitësha me ta si me kënë të folë me një motër, por jo, sepse ajo nështë ka ditë shumë gjona, po s'na i ka shpre. Më thej që kohët e fundit filloj të shprehej, por shkaku kush ishte? Çfarë tregonte Ndjera? Xhelozia? Nuk më ka tregu se qa, por ai ka diktu se nuk ka ja vlen. Nuk ja vlen. Edhe, do me thënë, ka pas i të ditë të punit që më thote a më gjenë punit këthejmë për Shqipëri. Normalisht në nga ka detë robi, a i nga ka bra 2 fish. Si njëre ka bra, ma ne e ka djeg. E nga ka prish edhe kufomën, se nësë kemi pas qatë i shurim kufomës, nëse kemi ja pare. Po. Ama, ne nga kanë thënë pas 2 javësh me shku, atje nga kanë thënë policia e Podgoricës. Po. Edhe ne mas 2 javësh të shkojmë që do të marrim ekspertizën mjekoligjore, do marrim ashtu, që ta shohim që mund të jetë më e vërteta e mundshme që thot ai, sepse ne dim vetëm kaq fjalë sa ajo më ka thënë mu para që me det. A mo fiks nuk më ka tregu kur, vetëm kaq më ka shpreh një mos e qartë për ta. E kuptoj. Nuk është se më ka thënë as sa tu bë xheloz, as se pin po, më ka thënë se pin. E kuptoj. Por jo se për xhelozi, si plasin se këto mediat këto o gjallin e vdesin mazi se ke vdesin për zdyt. E qartë. Shumë maludjeve. Por as ka kënë 7 zane, s'bëhet fjalë. E kuptova. Nuk bëhet fjalë. Unë bilet ma kishte nga një fëmi do kisha rrit me knashtësi si me qenë të rrit fëmit e mi, se unë e kam dash shumë atë vajzë, se ka qenë me dash, se ka qenë shumë vajzë e lartë. Por ka pas problemet e saja familjare, unë kam 22 vjetë që e më ndërë me prej tyne, se kështu ka qenë jeta. Në bas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë, intervistën e gjatë të familjarës së Dilendojt, e cila u vra javën e kaluar në Ulqin nga partneri i saj 46 vjeç nga Peja, Bashkim Gashi. Familja e Dilendojt ka dhënë një intervistë gjatë telefonike për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Ekskluzivisht e kishim sot ku huodhën detaje mbi atë çfarë ka ditur familja përpara se të ndodhte gjithë tragedia, çfarë ka ndodhur pas tragedisë, dhe do ta marrim në analizë me avokaten Sara Demrozi. Sara, le të flasim fillimisht në përgjithësi, çfarë ndryshoi ky rrëfim i gjatë i familjarës së Dilendojt në konceptin tënd të vrasjes dhe dhunës ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri, pavarësisht se ka ndodhur në Malin e Zi në Ulqin, por si kulturë dhe si mentalitet, partneri ishte nga Peja e Kosovës dhe Dila vet, viktima, ishte nga Balldrani i Lezhës. Me sa duket janë njohur në Ulqin, me shumë probleme dhe Dila familjare, me shumë probleme familjare edhe vetë Gashi.
atëherë në konceptin tënd çfarë mund të ketë ndodhur? Pse arritëm deri në këtë pikë dhe më pas analizojmë nga ana ligjore çfarë rrezikon 46 vjeçari, pse trupi është tërhequr dhe si mund të jenë bërë ekzaminimet brenda pa bërë edhe 24 orë, sepse varrimi është bërë ditën e premte të javës së kaluar rreth orës 12 të mesditës. Me thënë të drejtën, se nga çfarë dëgjuam nga Kunata, nuk më ndryshoi ndonjë gjë te koncepti dhe se çfarë thash para pak në emision, sepse siç ju thash, është gjithmonë femra ajo që ndëshkohet dhe në rastin e Dilës, siç e tha edhe vetë Kunata, tha që ky ka qenë person problematik, ka pas probleme ligjore edhe në pej, me sa po kuptoj, në Kosovë është një person që pra karakterialisht me çfarë përshkroi kaq shumë, nuk i shmangët krimit me pak fjalë. Një gjë më bëri përshtypje dhe çfarë dëgjova te rrëfimi i saj, pra tha nuk dua ta le për momentin se kam turp ndaj vëllait, edhe kjo mentaliteti i turpit, mentaliteti i paragjykimit, frika, rikthimi në familje ju dukej si dështim. Tani, kjo është një gjë jo e pazakonshme. Me kurorëzimin të kësaj marrëdhënie, të kësaj bashkëtese që do bëj me sa duket në verën e këtij viti. Nuk dua të nxitohem, por edhe nuk dua të rikthehem sepse ndoshta nuk ka moshë 36 vjeç për aventurat të tilla, për dështime të tilla. Nuk është puna e aventurës e visë, është puna ajo në momentin që e ndjeu prap ju tërhoq pra vendimit për të ndarë, për të larguar, sepse nuk është një epizodi izoluar, nuk nis nga një natë, nuk është një pasion i momentit, është një gjë sistematike që me kalimin e kohës përkeqësohet. Duke dalur në rastin konkret, ju përmendët disa herë që u tërhoq trupi shpejt brenda 24 orë. Jo, marrim në analizë këtë dhe pastaj dalim edhe tek procedurat e familjes, pas 2 javësh ato do rikthehen në Podgoricë, sepse me sa duket ata jetonin në Ulqin, por me sa duket e gjithë çështja ka kaluar në Podgoricë në mënyrë administrative, ligjore dhe jo vetëm. Por, le të dalim pak këtu. 10-15 vite më parë ka pasur një tjetër histori me sa duket fejese për cilën nuk ka dashur të flasi familjarja e Dilendojit dhe ndërkohë gjatë gjithë kësaj periudhe me sa duket familja e dinte që Dila prej 4-5 vitesh punonte në Ulqin, e theksoi që nuk punonte në shërbim të klientëve, por her pas here edhe mund ta bënte diçka të tillë, por ishte gjithmonë brenda në banak. Kohët e fundit e kishte menduar rikthimin në Lezhë sepse i kishte kërkuar ndihmë familjes për të siguruar një vend pune. Apo jo? Dhe përgjatë një viti e gjysmë, 2 vite, ajo kishte njohur gashin nga peja e Kosovës. Nuk e kuptoj, gratë dhe vajzat nuk janë të afta për të kuptuar fillimisht se kanë të bëjnë me një partner të rrezikshëm, apo këta të fundit bëjnë një tjetër sjellje deri në momentin që fillojnë bashkëtesën dhe aty shfaqin problemet e para. Në varësi të rastit, në varësi të personit, jo të gjithë e shfaqin në të njëjtën mënyrë. Ka njerëz që e kuptojnë, ka njerëz që nuk e kuptojnë, ka njerëz që e shfaqin direkte, por nuk është që është gjithmonë e keqe, pra nuk është gjithmonë dhunë, nuk është gjithmonë konflikt, është një pjesë lumturie e miksuar me një pjesë dhune, me një pjesë të konfliktit. Pra, nuk është me qenë gjithmonë të merr i zi, askush nuk rrin. Është një manipulim mental që bëhet me kalimin e kohës. Dila ishte një vajzë e pavarur, një grua e pavarur, se nuk ishte më vajzë, punonte prej disa vitesh në Ulqin, sigurisht që si çdo femër kishte nevojë për një partner dhe për një mbështetje për të ndërtuar një jetë, për të ecur përpara. Në rastin e bashkimit, mbase ka gjetur në bashkimin personin e duhur, sepse i ka dhënë siguri se patjetër që ka pas tërheqje, ka pas një marrëdhënie, ka pas një lidhje e të ndërtuar me kalimin e kohës. Por sigurisht që ka pas gjithmonë ato epizodet që çdo herë përshkallëzonin sa më shumë. Duke qenë se ajo vetë nuk ka dashur të tërhiqej kësaj marrëdhënie sepse ka dashur t'i besonte deri në fund. Ama kohët e fundit ka pas një lloj tërheqjes sepse familjarja tha prisnim që të verë të kurorëzonim diçka dhe njohim midis 2 familjeve tona. Besoj se aty ka kuptuar vërtet, pra ka rënë ajo maska e famshme
e personit dhe ka kuptuar vërtet se MKP qëndronte. Sa zjat kjo pasja e një maske dhe kur fillon edhe kuptohet Sara, sipas teje dhe sipas të gjitha rasteve që vinë në zyrën tuaj? Që nga muajt e parë të lidhjes, pra 4-5 muajt e parë ka një lidhje perfekte, ka një lidhje shumë të ngrohtë. Më pas personi, jo vetëm burri, po edhe gruaja, çdo person që ekziston, të dali gjithmonë në natyrën e vet. Pra, ne nuk mund të pretendojmë. Pra, është një sforcim nga ana e njërit partner për 4-5 muajt e parë? Nuk besoj, sepse është edhe një lojë që vjen natyrshëm, pra nuk është vetëm sforcim, por është një inskenim për të josh personin, për ta bërë për vete, për të arritur një qëllim të caktuar, sepse shumë herë thuhet që meshkujt nuk e kuptojnë, por meshkujt janë shumë makiavelist, edhe i përpunojnë edhe i ndajnë shumë mirë qëllimet e tyre ndaj një femre. Sigurisht që në një lidhje të shëndetshme kjo nuk ndodh, por fatkeqësisht kemi të bëjmë gjithmonë me këto rastet e feminicidit, me këto rastet e dhunës dhe duhet përballemi me realitetin ashtu siç është, pa e zbukuruar dhe pa e zbutur. Në rastin konkret, Dila ka tentuar deri në fund të ndërtonte diçka për veten, sepse kishte probleme familjare, familja kishte nevojë për te, pra si çdo femër që jeton, që punon, që bëhet e pavarur, që bëhet e fort, normalisht që arrin një kohë ku limiti ka të vetën edhe ka nevojë për ndihmën e dikujt. Megjithatë, familja kishte mësuar pikërisht nga policia e zonës, ishte telefonuar, i kishte shkuar një foto në WhatsApp për identifikimin e fytyrës fillimisht, a kishim të bënim me Dilën apo jo. Me njëherë familjarja tha që ne e identifikuam dhe donim të shkonim në polici, por me sa duket polici zonës tha në policinë e Lezhës nuk keni pse të shkoni për procedura, se procedura duhet të kryen në malin e Zi. Kemi udhëtuar së bashku me bashkëshortin drejt malit Zi, por na drejtua në Podgoricë. Pavarësisht se ata kanë jetuar në Ulqin. Kemi shkuar në morg, aty është bërë identifikimi. Fillimisht nuk kemi ditur si të komunikojmë dhe aty duke i treguar fotografinë e sëndierës i kanë thënë që po, këtu ndodhet trupi i pajet i saj, por që duhet që bashkëshorti juaj të bëj identifikimin si edhe familjari i saj. Deri këtu besoj se të gjitha procedurat janë në rregull, apo jo? Patjetër, të gjitha në rregull. Ki parasysh që zonja tha, ata kishin festuar Kurban Bajramin. Kishin ndarkuar dhe më pas gjithçka ka ndodhur. Mos të harrojmë që mes dita e të premtes, nga e mërkura deri ditën e premte, që është bërë edhe varrimi i sëndierës në Balldren të Lezhës. Shumë shpejt, autopsia, dhënia e trupit tek familja. Si mendon Sara? Me thënë drejtën, nuk është, jemi ne të avash në Shqipëri, ata janë në rregull. Në Shqipëri ka shumë mbi ngarkesa proceduriale, ka mbi ngarkesa nga prokuroria, sepse ka shumë raste munges personeli, më thash edhe shumë probleme të tjera, por procedura brenda 24 orëve, në qoftë se trupi nuk i duhet më, kanë bërë të gjitha verifikimet, kanë bërë autopsin, kanë bërë të gjitha verifikimet mjeko-ligjore dhe nuk kanë më nevojë për trupin, nuk kanë pse e mbajnë, edhe ja kanë rikthyer familjes që të kryejë gjithë procedurat, varrimin e të tjerë. Megjithatë, çdo gjë është kryer në morg apo në banesë aty ku është gjetur trupi i pajet, sepse janë bërë verifikimet e para në vendngjarje. Pra verifikimet e para bëhen nga policia dhe nga një mjek ligjor që vjen në vendngjarje, shkon në vendngjarje dhe mjeku ligjor, bëhet këshyrja e trupit e gjitha, dhe aty pastaj në momentin që sigurohen provat ashtu siç janë në vendngjarje, transportohet trupi në morg dhe kryen procedurat tjera. Megjithatë, autopsia thotë do dali pas 2 javësh, ne na shtën që duhet të rikthehemi. Po, sepse bëhen edhe analiza tjera, analiza kimike, të gjitha që marrja e gjakut, ADN-s, të gjitha. Edhe derisa të dalin gjitha, do ndërtohet pastaj akti ekspertimit mjeko-ligjor edhe do i komunikohet prokurorisë. Prokuroria do vazhdoj hetimet e veta procedurarisht, do ngrej akuzën, do vazhdoj gjykimi, do marri dënimin e vetë personi në qoftë se është personi, sepse është identifikuar tashmë, ne nuk jemi këtu për t'i bërë gjyq publik Bashkimgashit, por nuk ka qenë person tjetër. Ne nuk jemi për t'i bërë Bashkimgashit gjyqin publik, por jemi këtu edhe për t'i bërë paraprit ngjarjeve se
ndoshta të gjitha ata që kanë ndërmend të kryejnë një veprim të tillë, prandaj dolëm në pjesën e parë duke thënë që kemi shtim të rasteve të dhunës dhe vrasjes më pas të grave dhe vajzave në Shqipëri. Pra, kujdo që t'i shkojnë ndërmend, duhet t'i themi se çfarë do psoj Bashkim Gashi fillimisht nga gjykata malazeze për atë çfarë ka ndodhur. Megjithatë, le të dalim tek analiza që vetë familja e Dilendojit ka kryer. Na e ka vrarë 2 herë, fillimisht e ka dhunuar, e ka vrarë dhe më pas ka dashur të djegi të fshehej të fshehej të gjitha provat ku edhe është vetë dëmtuar. Më pas ai ka pranuar gjithçka sipas familjes, Po, ka dash të më mshefur çfarë ka ndodhur, pra ka qenë një tentativë skenimi të vrasjes. Nuk e di në qoftë se... Nuk e di kur trupin do fshinte provat? Kështu ka menduar ai. Kështu ka menduar personi, pastaj personi nuk e kemi këtu, po sipas një fije logjike ti vret një person, në rastin konkret ka vrarë partneren e vet, e ka dhunuar në mënyrë brutale, edhe për të tentuar që të fshehi provat e trupit të gjitha, ka thënë hajde se po djeg banesën, me djegjen e banesës do digjet edhe trupi dhe nuk do kenë mundësi të bëjnë aktin e ekspertimit dhe të gjejnë çfarë ka ndodhur. Fakti që situata ka dalë jashtë kontrollit, çfarë do të thotë për vetë autori? Kjo edhe djegja e banesës është agravim, është agravimi i situatës, pra sepse tregon një gjakftësi, tregon një paramendim e gjithë skenimit, pra e fshehjen e veprës penale e gjitha. Normalisht që gjitha këto veprat penale do shumëzohen edhe pastaj gjykata do dalje me vendimin e vet, por të gjitha këto janë një akt makabër, janë një vrasje e tmerrshme. Jo vetëm për Dilën, por për çdo femër që ka kaluar në rrethana të tilla. Edhe ne fatkeqësisht po e diskutojmë sepse akoma ekzistojnë këto rastet. Edhe duke i diskutuar sa më shumë na duken gjëra normale dhe nuk jemi më të sensibilizuar, edhe veshët edhe lajmet kur i dëgjojmë nuk na bëjnë më përshtypje, po ta mendosh që ky person ka dhunuar një grua, një partneren e vet në rastin konkret, derisa të arrijë në vdekje, edhe më pas ka tentuar të fshehi provat duke djegur trupin edhe banesën, është një gjë e tmerrshme. Qartë, dhe unë jo më kote bëra paralelizimin në fakt edhe se çfarë ka kërkuar prokuroria italiane për Mark Samson për vrasjen e Mark Samson ka qenë akoma më makabër sepse trupi është coptuar, është futur në valixhe. Nëna Samson është dënuar nga gjykata vetëm me 2 vite e pak muaj. Nëna ka përkra autorin e ngjarjes, edhe kjo tjetër nëna që përkra autorin, pra edhe nënat edhe gratë vetë ndonjëherë ndihmojnë, abilitojnë personin që të kryejë një krim sepse i dhimbset djali apo i dhimbset fëmia. Edhe kjo është gabim. Unë akoma më kujtohet varrimi dhe nënën e Ilarjes, edhe se si ka reaguar normalisht, sepse me rritur fëmin, me mund, me sakrificë, me vajtur, me munduar që fëmija të ketë të gjithë të mirat e botës, të ndërtoj një jetë të saj, dhe pastaj të ta coptoj biri i botës dhe ta fusi në valixhe, vetëm se Ilaria i dha fund asaj marrëdhënie dhe zbuloi çdo gënjeshtër të Mark Samson. Mirë, le të rikthehemi tek Bashkim Gashi. Çfarë rrezikon bashkimi duke ditur që çifti me gjasa ka bashkëtuar edhe në një banesë të marrë me qira, përderisa e ndjera do rikthehej në Lezhë, asnjëherë familja nuk tha që ajo kishte një shtëpi në saj, me sa duket ato jetonin në një shtëpi me qira, por guximi i jashtëzakonshëm për të prishur pronën e tjetrit, Tani çfarë akuzash rëndojnë mbi 26 vjeçarin? Kjo ka qenë një moment, siç e thash, tentimi të fshehje të provave. Rëndojnë shumë akuza, pra vrasja e agravuar. Pastaj Malezi dhe Shqipëria, në përgjithësi të gjithë Evropa, përdor kodin civil, përdor civil law, edhe kemi të gjithë pak a shumë të njëjtën praktik. Pra, përveç disa ndryshimeve në procedurë, pak a shumë jemi të njëjtë në të njëjtën linjë. Qyrja, pas marrjen se gjitha provave, kemi një vrasje të agravuar, kemi tentimin e fshehjes e veprës penale, kemi dhunën në familje, pra të gjitha këto elemente do të shumëzohen edhe do të dali pastaj gjykata me sa vite burgim i takojnë Bashkim Gashit. Pra përfshihet brenda dhunës në familje, edhe pse ishin një bashkëtesë e pa kurorzuar në zyrën e gjendjes civile. Absolutisht. Të njëjta të drejta që vijnë nga bashkëtesa janë njësoj
si të drejtat sepse nga dhunë një në martesë familje, civile. thuhet në familje, po çifti edhe ishte me qëllim familje gjithsesi. Pra edhe bashkëtesa cilësohet si dhunë në familje, sepse duhet me i dhënë të njëjtën mbrojtje ligjore të gjitha femrave apo meshkujve që ndodhen në këtë pozitë. Nga ti përmendë që Malizi ka të njëjtat procedura të kodit civil si edhe në Shqipëri. Kemi tre procedura standarde në botë. Kemi civil law, kemi common law dhe kemi ligjin islamik. Pra, civil law, i që i përket Evropës, edhe vendeve të tjera të lindjes, bazohet tek drejtësia romake. Ndërsa common law bazohet tek vendimi një precedenti. Pra, bazohet te vendimet precedente, edhe si pas atyre ajo bëhet praktik ligjore. Islam law bazohet te ligji i Shariës, ligji i Kuranit të gjitha. Pra, kryesisht këto tre janë në botë. Po përsa i përket kodit penal edhe gjitha veprave penale që ka konsumuar Gashi? Sigurisht, ato duhet të analizojnë, pastaj edhe prokuroria do dali vetë me vendimin e vetë. Unë e thash pak a shumë se bazuar në rrethimin që kemi, çfarë mund të jetë. Normalisht që ato kanë më shumë dieni për rastin dhe do ta ngrenë akuzën të bazuar në provat që kanë, sepse është e para puna e tyre dhe e dyta kanë kryer të gjitha veprimet për të ditur më mirë dhe janë në brendësi të çështjes. Pra ne me kaq informacione sa kemi, unë e thash, kemi një vrasje të agravuar, kemi dhunë në familje, kemi tentimin e fshehjes e veprës penale. Që do të thotë mund të shkojmë deri tek burgimi i përjetshëm? Jo, burgimi i përjetshëm nuk e di, po nuk do varet nga situata tani, varet se si do ta cilësoj. Çfarë mund ta shpëtoj 46 vjeçari nga burgimi i përjetshëm? Çfarë mendon? Pse ke këto dilema? Nuk jepet burgim përjetshëm, është nga 20, nga 10, nga 12, pra varet nga vepra dhe cilën vepër do cilësoj prokuroria. Sigurisht që nuk do dali pas 2 ditësh, në qoftë është kjo që po pyet, nuk do dali direkte. Do arrestohet edhe do vuaj dënimin e tij. Është i arrestuar tani momentalisht, është në paraburgim, po. Fakti që ka pranuar në momentet e para sipas familjes së ndjerës? Ka pranuar gjithçka? Kush do ishte tjetër? Pra, si do tentonte ta fshehte? Kush tjetër ka ardhur me i dhunuar gruan atij në shtëpi dhe i ka djegur banesën? Ka qenë kush kanë ardhur hajdutët? Sigurisht që nuk është diçka e lehtë. Psikologjikisht tentoi të fshehë dhe të djegi gjithçka nga gjurmët e krimit që ka bërë. Qëllimi nuk ka qenë vrasja, por dhuna ka qenë aq brutale saqë ai ka qenë rezultati. Unë këtë nuk e di, këtë e di Bashkim Gashi. Se cili ka qenë qëllimi i tij, ka qenë thjesht ndeshkimi, ka qenë dhuna, apo ka qenë dëshira vërtet për të vrarë personin. Sepse ndonjëherë dëshira për ta vrarë është, por frika ndaj pasojave të parandalon, siç jemi të gjithë. Pra ti thua që dhuna ka qenë kaq e fortë sa ka gjetur vdekjen e ndjera dhe ai nuk ka dashur të shkojë deri në duke qenë se nuk ka dalë akoma zyrtarisht akti ekspertimi mjekoligjor dhe nuk e dim nëse viktima ka vdekur para se t'u diqte banesa apo ka ardhur si rezultat i djegjes së banesës. Nuk e them me 100% bindje. Por duke thjesht fakti që ky ka djegur banesën pasi e ka dhunuar, tregon që ajo ka qenë e vdekur. Mirë, do të ndalojmë ke ky argument i fundit për t'u rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit me argumentin që po lëm Pezull për ta shtjelluar se çfarë ndryshon kur ka gjetur vdekjen e ndjera pasi është dënuar përpara djegjes së banesës apo gjatë djegjes së banesës, çfarë roli luan e gjithë kjo? Paktën nga aspekti juridik për të kuptuar të gjithë ata që do tentojnë të ngrënë më dorë mbi gratë dhe vajzat dhe aq më tepër t'i vrasin ato. Publiciteti i dytë dhe i fundit dhe rikthehemi në pjesën e tretë. Mbas hapësirës së dytë publicitare rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, vazhdojmë me argumentin që lam Sara. Momenti i vdekjes së Dilen Doj do të jetë vetimtare edhe për ngritjen e akuzave. Nuk kemi më vetëm një akuzë, kemi disa akuza mbi Bashkim Gashin, autorin e kësaj ngjarje shumë makabre, duhet thënë. Tani, ti the pak më përpara duhet të përcaktohet nga autopsia që i është bërë, pas 2 javësh del edhe e gjithë vendimi i kësaj autopsie, kur ka ndruar jetë dhe kush është shkaku i ndrimit të jetës së Dilen Doj. Pse? Sigurisht që kjo do të ndihmoj hetimin penal dhe jo vetëm hetimin penal, për të zbardhur çështjen dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, pra rrethanat e faktit.
të gjithë kësaj çështje makabre. Normalisht që... Çfarë do ndryshoj? Do me thënë, nëse ajo ka vdekur si shkak i dhunës, përpara se të digjej edhe banesa. Jo, kjo thjesht ishte për të kuptuar nëse ka ardhur si rezultat vdekja nga tymat nga djegja e banesës, apo ka ardhur si rezultat i dhunës e fortë ndaj diles. Normalisht që kjo ishte thjesht për të kuptuar nëse bashkimi ka dhënë flak banesës me qëllim që të fshehi trupin e vdekur, apo thjesht ka djegur banesën se ka menduar që ka vdekur, pra thjesht për të zbardhur situatën. Normalisht që këtu në këtë rast kemi më shumë se një vepër penale, siç e thash. Ku ndryshimi i këtyre të dyjave që domosdoshmërisht ti duhet ta komentoje? Ku ndryshon? Kjo, siç e thash, është për të zbardhur situatën, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, sepse jo vetëm që familja meriton të di se si ka vdekur vajza e tyre dhe dila vet, por edhe për ne që ta kuptojmë edhe t'i shmangëmi këtyre rasteve. Pra, shumë makabre, po. Shumë makabre, po jo vetëm shumë makabre, por që bëhen shumë të zakonta dhe po na dëgjojnë veshët shumë herë më shpesh. Që të vrasësh gruan, të djegësh banesën, është një gjë e tmerrshme edhe është një gjë që fatkeqësisht po bëhet normale, po kthehet në normalitet. Po në kësaj radhe nuk kemi vetëm një vrasje dhe tentimin për ta djegur trupin pas vrasjes, por kemi edhe dhunimin. Patjetër, gjithçka lind nga dhuna. Gjithçka lind nga dhuna e fortë, nga dhuna e përditshme, nga dhuna e zakont, nga dhuna që transformohet. Dhuna vjen e menjëhershme, domethënë mund ta quajmë një rast, apo do kemi edhe grumbullimin e dëshmive që ndoshta dila mund të dënuar edhe më parë. Nuk vjen me një herë. Dhuna fillon me një shuplak, dhuna fillon pastaj me një tërheqje floku, pastaj gjithmonë më shumë sa herë që femra tenton të falë mashkulli që dhunon, sepse jo të gjithë dhunojnë, po mashkulli që dhunon e merr si një okay për të vazhduar më tepër. Dhe është gjithmonë ajo pjesa e kërkimit të faljes, që jo nuk do ta bëjmë, jo nuk do të përsëritet. Çfarë mendon se do zbardhë grupi hetimor në këtë rast? Çfarë dyshon ti? Kush është nuhatja jote profesionale? Unë dyshoj që dila ka ndruar jetë si pasojë e dhunës së fortë dhe djegja e banesës ka qenë një tentativë për të fshehë se çfarë ka ndodhur, pra për të fshehur ngjarjen, edhe për të justifikuar që ndodhi diçka në banesë, u doj shtëpia, ajo nuk është zgjuar ose nuk ka arritur të shpëtojë, se nuk kam arritur ta shpëtoj asun sepse jam djegur edhe unë, kam tentuar disa herë, edhe kjo ka qenë rezultati, pra ka qenë një tentim i shmangje burgimit, ndeshkimit. Por këtë normalisht nuk e them dot me bindje të plotë, është thjesht një hipotezim, sepse se çfarë ka ndodhur vërtet e din dila që nuk është më dhe din bashkimi. E kuptoj. Megjithatë, unë falenderoj Sara edhe me familjen e Dilendojt, me zonjën në fjalë, do jemi në kontakte të vazhdueshme, ndoshta pas 2 javësh, kur ato të rikthehen përsëri për të marrë rezultatin e autopsisë, për të kuptuar kush është shkaku i vërtet i vdekjes së Dilendojt, që me sa duket edhe e komentuam bashkë. Sara, unë falenderoj që ishe me mua ditën e sotme në këtë studio. Shpresoj që kjo Dilendojt të jetë emri i fundit në atë listën e shumë të grave dhe vajzave të cilat jo vetëm dhunohen, por edhe vriten më pas nga partnerët, nga bashortët, nga familjar, dhe në fund të kësaj pjese le të ndjekim edhe një herë çfarë ka thënë familja e Dilendojt për emisionin Me Zemër të Hapur. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim. Unë jam Elisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24, folëm edhe para 2 ditësh bashkë. Do donim të dinim diçka më tepër në lidhje me vdekjen dhe me situatën që çoi deri në vdekjen e Dilës. Po ta tham dashin që zërin ndërsa mos. Ne dim vetëm kaq se ajo ka bashkëtu ka 2 vjet e pak, gati 2 vjet e gjys. Po. Për 2 vjet e gjys nuk na është anku absolutisht për ta. Po. Ka bashkë 1 muj që mu si kunat. Unë kam pas si motër, jo si kunat, pas si motër. Sepse ajo nanën e ka me probleme shnetit mendor, se u ka pa vdek i vllon korrent. Po. E ka pa kalu nana vetë me probleme shnetit mendor nga vdekja e djalit. Po. Ka tash 1 muj se më ka ma shpre, se ne kemi desht me i ba dasëm, me më përgatit me i ba edhe fejes e dasëm. Po. Por
ka gati një muj e gjys, që më ka thënë, jo, nuk du të gutem, sepse nuk më shkon ma, sepse tash më kitë mosh, me gabu nuk më falet. Po. Se ka kuptu do sjellje jo të mira tjetë, e du me pasa, du me ne edhe pak, kështu si që jemi, nuk du me bo matë madhe. E kuptoj. Edhe i thash, okej, në që se nuk ja vlen, lene. Po. Edhe hajde se të majon në shpi, mjesa të largosh për ti. Po. Nuk pranoj se i vitet tërë për i vlajt, nuk pranoj sepse ne kemi, ne ana veriut e kemi këtë Po. gjanë që nuk na vjen tërë jo për i opinionit, jo për i vlajt, jo për i njënit tjetrit, Po. e kemi këtë, Po. hala jetojmë atë mentalitetin e kohëve Po. për indërve tanë. Po. Edhe neti. Jo emisionet e këtira asti se s'kemi hap televizor, se ne kemi pas 3 djesh, Po. s'kemi pas Të roni të kujtoni. I ndjekim për gjithë kanë, na vjen keq për rastit që ndjekim, por që sot na e vjen rasti. E kuptoj. Edhe ka pas 3-4 ditë përpara që ai Po. i ka shfaq ato probleme që se edhe e pa rrah. Ju njoftoj veten djera juve? Njoftoj vajza mu, unë pola rastisht me ta, me Po. bora rastisht edhe më doli jo mirë, Po. ju luta atë vjetë. Vjetë jem, në shoj, be jo, mos hajde, se do e zhjith vetë, Po. por atë dite që ndarke ka vraj, Po. i pa the, Po. ka kënë mirë. Do më thanë, mu duk si kishin pas sheshur gjanat. Se nuk ma tregoja sa dite dhe arsyen se pse kanë bërë fjallë, por mas 2 ditë që pola përsëri me ta, e pyeta si e ku je dhe kishim një problem tjetër, sepse ajo ka i vlatë smurë në burg. Po. E isha ti të regu detajet se pse kisha shkuar, kisha taku vllajën e isha ti të regu diçka. E më doli mirë. Nuk ishte keq, ishte mirë. Më falenderoj, se unë e kam kalu mirë me ta, unë e kam pas tash si motër, jo si kunat. Po. Do më thanë, unë jam mërzit ma shumë se këtë familjarët e vetë për ta, se nga problemet që ka me familje ajo, ne kam pas një shpatull më shtetëse, e ajo më ka pas mu. E kuptoj. Sepse ato ka një halë shumë fort në familje, se një vlla ka me probleme, ka të që janë të narkotikve, e ka në burgë, nanën me probleme në dorë, vlla tjetër ka në burgë dreqit. E kuptoj. Edhe Bob s'kan absolutisht asë të afrëm. Kush ju lajmëroi për vrasjen? Pavarësisht se nesë na kanë pyet asnjëherë Po. për gjona, ajo ka qenë më e afruar me ne, ajo si vajzë. Ajo ka qenë një vajzë shumë e lartë, Po. një vajzë që do i mungoje si fshatit këtu, si gjithkohë ka pas. Juve kush ju lajmëroi për vrasjen? Si e morët vesh lajmin? Për vrasjen e saj, u thash, ka pas, mund tjetë pas 4 orë, 5 orë para që mi ndodhë, që i ka ndodhë, që unë kam folë me ta dhe s'kam kuptu absolutisht. Thjesht e kam kuptu si janë mirë, nishte të folë të qesh, absolutisht s'kishte as një lloj, me më thanë, edhe kanë dalë kanë testu me atë bashkëtuesin e saj, kanë dalë për Bajrame, kanë hangër në një lokal, kanë hangër darë, ka folë me kjamen, në përmjet telefonit komshis, që jam absolutisht as një shkak, as kemi kuptu për atë natë. Për atë natë, nuk absolutisht as një shkak. Mund kanë marrë policia të nesmen, në orën 4 gjysmë mas ditës, 4 qere, 4 vëstisës, asë se kam pa. Fiksuren, por dhe më thënë ka pas kalu ora 4 mas ditës. Më kanë marrë, më kanë qu kartën e identitetit saj, edhe mu, jo burrit, mu, sepse kishin, ku di unë ku kishin gjithë numrin tim, edhe më ka thanë polici, më ka thanë polici zonës, më ka thanë futu e shipe njët fotosit kam njësë në WhatsApp. Do të ashtë motra e burrit tanja, jo, fute me shok, hynë në posh, po, thot, ngushlime, pra, thot se ka vdek, bila ka vdek. Kam bërtit me të madhe se thash, qa gjithë më darë fola me ta, si ka dek. Po thot, a djek banes, a thot, a djek banes, a djek e asfiksu me banes. Ka që më ka thanë
policisë. Është e vërtet që e ka dhunuar përpara se të djegë edhe banesën? Kështu ka thënë ai, ne nuk kemi kontakt me asnjë si herë ne ikëm në Podgoricë, domethënë nga lajmi që morën, jam nisë te komisariati i Ilerës, kam kontaktuar me policinë e zonës, më tha nuk ke çat bash në komisariat sepse kaq informacion kemi. Po. A mota është në Podgoricë, është morg në Podgoricë. Qartë. Pse jetoni në Maltëzi çifti? Ajo ka në Ulqin, thosh, që ka përfunduar në Podgoricë, po kështu tha i kanë procedurat. Procedurat e veta, nuk e di. Jam nisë me burrin, kam shku në Podgoricë. Jam interesu, kam shku, kam gjetë tamam. Ne i themi këto në Shqipëri, mërg ato i thoshin ndrysh atje, kemi bujt me gjetë. Po. Edhe kam shku aty, kam gjetë atë që ishte te morgu. Na pyti se qa, nëpërmjet telefonatash, nëpërmjet se s'ishta me komuniku, gjuhë mund të flasim anglisht në fjalë, gjuhë të Europës, po atë gjuhë s'ishte se mund fliç në gjamë me të, po telefon jemi lidh nëpërmjet djalit tonë. E folim me atat morgut, i thash kam marrë se kështu na ka ardhur informacion. E thash nga një foto, i nxjora foton, po tha, është këtu në morg, tha po është e vërtet. Ka hi burri e ka po, s'kishim që me po, normalisht, s'munisha, po ka hi burri e ka po, një të merë që mos e të shkuk zoti kuj, sepse, si të mos pa me aftyrë, s'ka qenë dekompozume totalisht, nuk ka pas që mi pa, ne nuk e kemi hapë si kopon fare. E kuptoj. Edhe, kash informacion, na kam thënë se, po edhe ka pranu. Si taj, por këto janë informacione jo zyrtare, sepse ne nuk kemi interesu se kemi tërhek kufomen, kemi ba procedurat me tërhek kufomen, edhe kemi tërhek kufomen, edhe kemi ba pulmonin mërtore në shtëpi teme, sa të s'kan pas nej me mu, kam 20 sa vjet që jam ndame me të. Po, e kuptoj. Edhe kemi ba ceremonin mërtore, këto e kam tërhek, dhe më thënë e kam tërhek mrena 24 orëshit, e kam sjellë për... Po në Ulqin, pse jetoni në Ulqin? Autori është nga Kosova, po jo? Po, autori është nga Peja. Kështu më ka pas thënë ajo, nga Peja, unë i kam edhe foto ati autorit. Po. Edhe se më ka pas një skunata, për më tregu se kjo është. E kuptoj. Ati, nga që me pretendosh ta për ma gjatë, më kam edhe foto në ati. E kuptoj. Edhe e di, më ka pas thënë se është nga Peja, por edhe ai ka probleme shumë tëra familjare me këto problemet e drogave, bigjozave. E kuptoj. Po pse jetoni në Ulqin? Pse kjo zgjedhje nga Peja në Ulqin? Kunata ka 4 vjet, 5 vjet që jeton në Ulqin. Ka pas shku për punë. E kuptoj. Dhe si janë njohur, aty janë njohur në Ulqin? Janë njohur aty, ajo ka pas punu banakire, jo kamarire. Kamarire, ajo mund të ketë dalë munges kamarire se ka shërby, por ajo ka qenë banakire. Si të mine nuk di, mund të thot në ndryf, por si e dim në kënej banakire, në banak. Dhe më thënë me përgatitin me pije të këto, ka pas, por edhe është një e ka po, ki person, e ka ndjek një i vjetë, se qarë sile shko, kurse ki, nuk e di se si ka pas rëthanat atje në Kosovë, e se si ka ardhë. E kuptoj, qartë. Për të ten ka kenë punëtor kraut, në dërtim, pastrus palatër, momente me pastrote, pas ju mbarote godina, i hite pastrimin e gjamave të, pas i bat ki pastrimi total për me ba për banushëm palatër. E kuptoj. Ju keni folur ndonjëherë me këtë person? Jo, absolutisht, sepse ishte llogarit, me ardhë gjatë kësaj veret, me ardhë në shtëpi, edhe me bë tamam zyrtare. Po Dila e Ndjera ka folur me familjarët e autorit ndonjëherë? Ka shkuar në Pejë? Po, atje nuk ka shku, fol me to ka. E kuptoj. Kjo është bashkëtesa e parë që Dila bënte? Jo, para shumë vitesh, ka qenë para shumë vitesh. Por nuk me ata janë, ajo është gjohë që s'ja vlen me përmend, sepse ka 10-15 vjet. Por nuk ka pas.
Ama as ka pas fëmijë që kanë dalë lajme tren, as ka kënë 7 zane. Unë 3 ditë para kam fol me ta. Bile mundësisht unë i kam pas tanë bën të kesh i fëmijë dilë, sepse ato të kalu mosha, i thoshëm me ta është 36 vjeqe, e që janë të linë të kënë ka 20, jo 36. A kupton mund si mi plitësha me ta si me kënë të fol me një motër, por jo, sepse jo nështë ka ditë shumë gjona, po s'na i ka shpre. Më thej që kohët e fundit filloj të shprehej, por shkaku kush ishte? Çfarë tregonte ndjera? Xhelozia? Nuk më ka tregu se qa, por ai ka diktu se nuk ka ja vlen. Nuk ja vlen. Edhe, do me thënë, ka pas i të ditë të punit që më thote a më gjenë punit këthejmë për Shqipëri. Normalisht në nga ka Petrobi, ai nga ka bra 2 fish. Si jere ka bra, ma ne e ka djeg. E nga ka prish edhe kufomën, se na s'kemi pas qatë i shurim kufomës, nëse kemi ja pare. Po. Ama, ne nga kanë thënë pas 2 javësh, me shku, atje nga kanë thënë policia e Podgoricës. Po. Edhe ne mas 2 javësh të shkojmë që do të marrim ekspertizën mjekoligjore, do marrim ato, që ta shohim që mund të jetë më e vërteta e mundshme që thot ai, sepse ne dim vetëm kaq fjalë sa ajo më ka thënë mu para që me dek. A mo fiks nuk më ka tregu kur, vetëm kaq më ka shpreh një mos knasni për ta. E kuptoj. Nuk është se më ka thënë as sa tu bo gjeloz, as se pin po, më ka thënë se pin. E kuptoj. Por jo se për gjelozi, si plasin se këto mediat, këto o gjallin e vdesin mazi se ke vdesin për zdyt. E qartë. Shumë marrë medjave. Por as ka kënë 7 zane, s'bahet fjallë. E kuptova. Nuk bahet fjallë. Unë bilet ma kishte nga një fëmi do kisha rrit me knashti, si me qënë të rrit fëmit e mi, se unë e kam dash shumë atë vajzë, se ka qenë me dash, se ka qenë shumë vajzë e lartë. Por ka pas problemet e saja familjare, ta unë kam 22 vjetë që e me nda me prej tyne, se kështu ka qenë jeta,